Gjaku i artë është një nga fenomenet më të ralla dhe më interesante të biologjisë njerëzore, i njohur në shkencë si RH0. Emri i tij tingëllon i veçantë dhe pothuajse mitik, por nuk ka lidhje me ngjyrën e gjakut, por me rrallësinë ekstreme dhe rëndësinë e tij në mjekësi. Ky grup gjaku konsiderohet unik sepse nuk ka asnjë antigjen të sistemit RH në sipërfaqen e qelizave të kuqe të gjakut. Sistemi RH është një nga sistemet kryesore të klasifikimit të gjakut te njerëzit e përcakton nëse një individ është RH pozitiv apo RH negativ. Normalisht, këto antigjene shërbejnë si shenja identifikimi për sistemin imunitar, duke ndihmuar trupin të dallojë qelizat e veta nga ato të huaja. Në rastin e gjakut të artë, mungesa e plotë e këtyre antigjeneve e bën atë jashtëzakonisht të veçantë dhe biologjikisht të pazakontë. Ky grup gjaku është aq i rrallë sa është identifikuar te vetëm rreth 50 persona në mbar botën që nga zbulimi i tij. Kjo e bën atë një nga tipet më të rralla të gjakut të njohura në mjekësinë moderne. Për shkak të kësaj rrallësie ekstreme, personat që kanë këtë grup gjaku përballen me një sfidë të madhe në rast nevoje për transfuzion, pasi gjetja e një dhuruesi të përputhshëm është jashtëzakonisht e vështirë. Në shumë raste, mjekët duhet të mbështeten në rrjetet ndërkombëtare dhuruesish ose të ruajnë mostra të veçanta gjaku për situata emergjente. Nga ana shkencore, RH0 është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse ndihmon studiuesit të kuptojnë më mirë mënyrën se si funksionon sistemi imunitar dhe si ndërveprojnë qelizat e gjakut me trupin e njeriut. Në kushte normale, antigjenet RH janë thelbësor për strukturën e qelizave të kuqe të gjakut dhe për identifikimin e tyre nga sistemi imunitar. Mungesa e tyre në gjakun e artë krijon një gjendje të veçantë biologjike që nuk shihet në shumicën e njerëzve. Kjo e bën këtë gjak shumë të vlefshëm për kërkime sepse lejon shkencëtarët të studiojnë funksionet bazë të gjakut pa ndikimin e sistemit RH. Zbulimi i gjakut të artë nuk ndodhi si një ngjarje e vetme, por përmes analizave të ndryshme laboratorike dhe rasteve të rralla të pacientëve që nuk përputheshin me asnjë nga kategoritë e njohura të gjakut. Me kalimin e kohës, shkencëtarët kuptuan se bëhej fjalë për një kategori të re dhe jashtëzakonisht të rrallë. Në disa raste, ky grup gjaku është zbuluar rastësisht gjatë analizave rutinë të dhuruesve të gjakut, gjë që tregon sa e paparashikueshme mund të jetë biologjia njerëzore. Përveç gjakut të artë, shkenca ka identifikuar edhe grupe të tjera shumë të rralla gjaku që nuk përshtaten plotësisht me sistemet klasike A, B, AB dhe 0. Në disa studime të mëdha, të kryera mbi qindra mijëra mostra gjaku, janë gjetur individ me kombinime të pazakonta antigjenesh, të cilat kanë çuar në zbulimin e sistemeve të reja të klasifikimit. Një shembull i tillë është sistemi MAL, i cili u identifikua pas analizimit të rasteve ku qelizat e kuqe të gjakut shfaqnin karakteristika të papritura në testet laboratorike. Këto zbulime tregojnë se sistemi i grupeve të gjakut është shumë më kompleks se sa mendohej më parë dhe ende nuk është plotësisht i kuptuar. Rëndësia e gjakut të artë në mjekësi është shumë e madhe. Ai ndihmon në përmirësimin e metodave të testimit të gjakut, në zhvillimin e teknikave më të sigurta të transfuzionit dhe në kuptimin më të thellë të sëmundjeve që lidhen me sistemin imunitar. Në raste të veçanta, ai mund përdoret si gjak dhurues për persona me tipe të rralla RH, por për shkak të mungesës së tij ekstreme, përdorimi është shumë i kufizuar dhe i kontrolluar rreptësisht nga institucionet mjekësore. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është kujdesi që duhet treguar ndaj personave që kanë këtë grup gjaku. Për shkak të rrallësisë, ata shpesh këshillohen të ruajnë kontakte me qendra ndërkombëtare të gjakut dhe të jenë të regjistruar si dhurues të njohur, në mënyrë që në rast emergjence të mund të gjendet ndihmë sa më shpejt. Në disa raste gjaku i tyre ruhet në banka speciale për përdorim të ardhshëm. Gjaku i artë është gjithashtu një shembull i rëndësishëm i asaj se sa e larmishme dhe ndërlikuar është biologjia njerëzore. Edhe pse shumica e njerëzve mendojnë se grupet e gjakut janë të kufizuara në disa kategori të thjeshta, realiteti është shumë më kompleks. Variacionet gjenetike mund të krijojnë kombinime të rralla dhe unike që sfidojnë klasifikimet tradicionale. Ky fenomen gjithashtu tregon rëndësinë e kërkimit shkencor dhe përparimit në teknologjinë mjekësore. Pa analizat e detajuara laboratorike dhe studimet e gjera mbi popullatën, zbatimi i këtyre rasteve të rralla nuk do të ishte i mundur. Çdo zbulim i ri në këtë fushë ndihmon në përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe në shpëtimin e jetëve njerëzore. Gjaku i artë nuk është thjesht një kuriozitet shkencor, por një nga shembujt më të rëndësishëm të diversitetit biologjik njerëzor. Ai përfaqëson një kombinim unik të rrallësisë, rëndësisë mjekësore dhe vlerës shkencore. Me vetëm disa dhjetra raste të njohura në botë, ai mbetet një nga misteret më të mëdha të hematologjisë moderne dhe një fushë që vazhdon të studiohet nga shkencëtarët për të kuptuar më mirë natyrën e gjakut dhe funksionimin e trupit të njeriut.